Çdo javë në Greqi përfundojnë në plehra mbi 400.000 kg djath. Jo sepse ka mykur, jo sepse ka skaduar data e skadencës, por sepse njerëzit më në fund kuptuan çfarë po hanë realisht. Dhe para se të mendoni se është sërish ndonjë alarm ekologjik, prisni. Ajo që do t'ju them për 6 nga markat më të njohura të djathrave në Greqi nuk ka asnjë lidhje me qëndrime biologjike apo moda ushqyese. Bëhet fjalë për realitete të ashpra që industria preferon t'i mbajë të fshehura. E dini tashmë për cilat marka po flas. Janë në frigoriferin tuaj. I blini prej vitesh. Reklamat ju a rekomandojnë si tradicionale greke dhe natyrisht të shijshme. Por çfarë fshihet realisht brenda tyre? Qëndroni me ne, sepse numri 4 do t'ju lër pa fjalë. Greqia krenohet me kulturën e saj të prodhimit të djathrave. Mbi 50 varietete të ndryshme. Nga të ëmbla në pikante, nga të buta në të forta sigur. Greku mesatar konsumon 30 kg djath në vit. Kjo do të thotë rreth 82 g në ditë. Rreth sa 2 feta kajri. Duket i pafajshëm, apo jo? Por këtu bëhet interesante. Industria e djathrave në Greqi prodhon çdo vit mbi 2 miliard euro. Me shuma të tilla nuk është më çështje tradite dhe njohurie teknike. Është biznes dhe në biznes marrin shkurtore. Le të fillojmë me vendin e 6. Vendi 6. Kajri tradicional që nuk ka asgjë tradicionale. Ky djath është në çdo supermarket. I paketuar në membran të verdhë kuqe me imazhe nostalgjike. Sugjeron nostalgji, njohuri, traditë greke. Çmimi qesharakisht i ulet, 3.99 euro për 200 g dhe pikërisht këtu duhet të bien alarmet tuaja. Kajri autentik tradicional piqet të paktën 4 javë, shpesh muaj. Ky këtu maksimum 2 javë. Si ja dalin? Thjesht me enzima dhe kultura bakteriale që përshpejtojnë procesin e pjekjes. Duket si shkencë dhe është, por jo nga ana e mirë. Problemi nuk janë vetë enzimat. Problemi është se ky proces turbo i pjekjes i heq djathit aromat e tij natyrale. Ajo që mbetet është një masë elastike me konsistencë gome dhe shije asgjëje. Pra hedhin brenda aroma artificiale dhe ngjyra për ta bërë të duket tërheqës. Por prisni, bëhet edhe më keq ose më mirë, varësisht si e shihni. Testet treguan se ky kajri tradicional ka mesatarisht 23 më shumë ujë se kajri autentik. Uji është i lirë, djathi është i shtrenjtë. Pra paguani për një mas ujë me pak djath që mbahet bashkë me aditiv. Është sikur të paguani për birë që është gjysmë ujë rubineti dhe gjysmë birë. Asnjë shans që të vinë nga lopë të lumtura në livadhe të gjelbra. Është qumësht industrial nga lopë që nuk kanë parë kur livadh, që kalojnë gjithë jetën në stall, qumësht aq inferior sa pa aditiv do të ishte i pangrënshëm. Por ka imazhe barinj në paketim, duhet të mjafton. Vendi 5. Djathi toast që në realitet nuk është djath. Tani bëhet vërtet e egër. Ky djath toast është aq popullor në Greqi sa gjendet praktikisht në çdo shtëpi. Feta të verdha ose portokalli, të prera perfekt, të paketuara veçmas, praktike për sanduiçe, shkrihen perfekt në burger. Vetëm një detaj i vogël, ky nuk është djath. Nga pikpamja ligjore. Ky produkt nuk mund të shitet fare në Greqi si djath. Emërtimi zyrtar, përgatitje djathi ose produkt djathor. Lexojeni herën tjetër tekstin me shkronja të vogla në paketë. Shkruan qartë. Pse? Sepse përmbajtja e djathit në shumicën e këtyre produkteve është nën 50, në disa vetëm 40. Pjesa tjetër një përzierje e egër nga emulsifikues, fosfate, stabilizues dhe i preferuari impersonal, yndyrna të hidrogjenuara bimore. Yndyrna të hidrogjenuara. Të njëjtat substanca që u ndaluan në margarinë në vitet 90 sepse u provua se rrisin rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Janë këtu në djathin tuaj, ose më saktë në përgatitjen tuaj. Dhe paketa individuale e çdo fete plastik. Çdo fetë në Greqi hidhen çdo vit mbi 800 milion nga këto membrana plastike. 800 milion, mjaftueshëm për të mbuluar distancën Athinë-Selanik 30 herë. Por e rëndësishmja është se është praktike, apo jo. Absurdi është se ky djath shpesh është më i shtrenjtë se djathi autentik për kg. Paguen deri në 18 për një produkt që është 60 aditiv dhe i paketuar në më shumë plastik se një pako cigare. Një ekspert e formuloi kështu:
Kjo nuk është më prodhim djathi, është kimi. Dhe kishte të drejtë. Vendi 4. Mashtrimi biologjik nga rafti i djathrave. Tani arrim të marka që përmenda në fillim, ajo që do t'ju lër pa fjalë. Është një markë biologjike që reklamon livadhe të gjelbra, lopë të lumtura, qëndrueshmëri dhe natyrë. Në 2023 kjo markë u testua nga një organizatë dhe pavarur mbrojtjeje të konsumatorit. Rezultati shkatërues. Në 8 nga 10 mostra u gjetën mbetje antibiotikësh. Në djath biologjik, antibiotik, substanca të ndaluara rreptësisht në bujqësinë biologjike. Por bëhet edhe më keq. 3 nga mostrat kishin gjurmë glifosati. Po, pikërisht. Herbicide për të cilin diskutohet në të gjithë Evropën. Në djath biologjik, si është e mundur? Thjesht, certifikimi biologjik në Greqi është shaka. Kontrolli bëhet një herë në vit. I paralajmëruar. Fermerët e din muaj më parë kur vijnë inspektorët. Kohë e mjaftueshme për të rregulluar gjithçka bukur. Dhe edhe nëse gjenden shkelje, gjobat janë qesharake. Mesatarisht 10.000. Është gjep për kompani që nxjerrin miliona. Por ja goditja finale. Kjo markë biologjike i përket një grupi ndërkombëtar, të njëjtit grup që prodhon edhe produkte konvencionale qumështi. Nga të njëjtat fabrika, me të njëjtat makineri. E vetmja diferencë, etiketa jeshile në paketim dhe çmimi i 2 fish. Paguhen 5.99 euro për 200 g për djath që ka shumë gjasa prodhuar krahas versionit jo biologjik që ka të njëjtët aditiv, nga lopë që jetojnë në të njëjtat kushte. Por shkruan biologjik sipër. Duhet të mjafton. Skandali real, kompania u kap rezultatet e testeve u publikuan. Dhe çfarë ndodhi? Gati asgjë. Një njoftim i vogël për shtyp. Premtim se do të shtojnë kontrollet e cilësisë. Dhe vazhdon. Shitjet ran pak. Sepse shumica e njerëzve nuk e mësuan kurrë dhe ata që e mësuan e harruan shpejt. Vendi 3. Mozzarella e lirë që rrezikon shëndetin tuaj. Mozzarella është djathi më i konsumuar në Greqi. Mbi 40.000 ton konsumohen çdo vit në picë, sallata, me domate. Por a e dinit se 65% e mozzarellas që shitet në Greqi nuk vjen nga Italia dhe se një pjesë e madhe nuk është fare nga qumësht bufali si duhet tradicionalisht. Markat më të lira të mozzarellas në supermarketet greke kushtojnë rreth 1.29 për 125 kg, kjo do të thotë 10.32 për kg. Mozzarella autentike italiane bufali të paktën 35 për kg. Cila është diferenca? Gjithçka. Mozzarella e lirë bëhet nga qumësht ultra pasteurizuar yogurt. Është qumështi që ruhet përgjithmonë sepse trajtohet mbi 135 sa në këtë proces vdesin jo vetëm bakteret, por humbasin edhe të gjitha lëndët ushqyese. Ajo që mbetet është një lëng i vdekur pa shije që pastaj përmirësohet me acidifikues, konservues dhe yndyrën time të preferuar, niseshte. Niseshte në djath për të qenë më i fortë dhe të peshoj më shumë. Testet treguan se disa nga këto mozzarella të lira përmbajnë deri në 15 niseshte. Nuk është më djath. Është masë e fryrë. Por rreziku real vjen tani. Në disa mostra u gjetën listeria. Bakterie që të njerëzit e shëndetshëm shkaktojnë diare. Te gratë shtatzëna, fëmijët e vegjël dhe persona me sistem imunitar të dobët mund të jenë vdekjepruese. Në 2022 në Greqi pati 67 raste të raportuara listerioze. Nga këto 12 u gjurmuan në produkte djathit të kontaminuara, përfshirë mozzarellan, dhe megjithatë asnjë tërheqje, asnjë paralajmërim, asgjë. Pse? Sepse vlerat kufi janë aq të larta sa praktikisht kalon çdo gjë. Një kimist ushqimor më tha dikur, vlerat kufi nuk mbrojnë konsumatorët. Mbrojnë industrinë. Vendi 2. Djathi i përhapur që përmban më shumë kimi se djath kremoze. I lehtë për t'u përhapur në 20 shije të ndryshme. Barishte, salmon, speca. Për çdo gust ka diçka. Dëm vetëm se përmbajtja e djathit në shumicën e këtyre produkteve është nën 30. Çfarë është pjesa tjetër? Le të fillojmë me ujin. Shumë ujë. Pastaj yndyrna bimore të lira. Palma dhe kokosi që vijnë nga zona pyjesh tropikale për plantacionet e të cilave shkatërohen tërë ekosistemet.
Me trashësues, xantani, miell, nisësht e modifikuar, tingëllon si listë përbërësisht nga laborator kimik. Përafërsisht kështu është. Dhe aromat. Më lejoni të hamendësoj, mendonit se ka vërtet barishte brenda? Gabim. Janë aroma sintetike të prodhuara artificialisht. Varianti me salmon nuk ka parë kur peshk. Ngjyroset rozë dhe aromatizohet me aromë peshku. Një test tregoi se në disa marka për mbajtja reale ushqimore, djath, barishte, perime, ishte vetëm 18. 82 ishin mbushës, ujë dhe kimikate. Por më e mira vjen tani. Këto marka djathi të përhapur promovohen shpesh si lift ose me pak yndyrë. Është teknikisht e vërtet, më pak yndyrë, por në vend të kësaj më shumë sheqer, shumë më shumë sheqer. Disa variante lift përmbajnë deri në 8 g sheqer në 100 g. Kjo është më shumë se disa bare çokolate në djath. Dhe sepse ka më pak yndyrë, nuk ka shije fare. Pra më shumë aroma, më shumë krip. Disa nga këto produkte kanë përmbajtje kripe mbi 2 g në 100 g, ku rekomandohet maksimum 5 g krip në ditë për të rritur. Arrini 1/3 e kësaj tashmë në mëngjes. Vendi 1. Klasiku grek që është një gënjeshtër e tërë. Dhe tani arrim të numri 1. Djathi që në Greqi është aq ikonik sa feta dhe tzatziki, që futet në çdo kuti ushqimi, që konsiderohet alternativa e shëndetshme e mishit. Ky djath prodhohet këtu prej mbi 40 vjetësh. Reklamat tregojnë livade idilike, lop në perëndim dielli, barinj në kostume tradicionale, programi i plot. Realiteti, prodhim masiv industrial që ka aq lidhje me traditën sa fast food me kuzhinën haute. Qumështi për këtë djath vjen nga ferma të mëdha me mesatarisht 500 lopë për fermë. Këto lopë nuk shohin livadë. Qëndrojnë gjithë vitin në stall. Ushqehen me ushqim të importuar nga Amerika e Jugut, sojë nga Brazili, për kultivimin e së cilës shkatërohet pylli Amazon. Çdo lopë prodhon rreth 8000 litra qumësht në vit. Për krahasim, një lopë në livadë tradicional prodhon rreth 5000 litra. Si arrihet kjo rritje? Riprodhim me rendiment të lartë dhe ushqim i koncentruar. Rezultati, lopë të raskapitura. Jetëgjatësia mesatare e një lope është 20 vjet. Këto lopë me rendiment të lartë jetojnë mesatarisht 4.5 vjet. Pastaj theren. Por le të kthehemi te djathi. Qumështi mblidhet, pasterizohet dhe përpunohet në kazane gjigante. Kazane 15.000 litra. Është sa një pishinë e vogël. Për të përshpejtuar prodhimin përdoren enzima të modifikuar gjenetikisht. Nga laborator, jo nga viçi. Janë më të lira dhe më të shpejta. Djathi piqet pastaj në depo të kondicionuara. Mira djathëra në rafte metalik, të kthyer automatikisht nga robot. Pas saktësisht 21 ditësh është gati. 21 ditë. Djathi tradicional malor piqet 6 muaj. Disa varietete mbi 1 vit. Por bëhet edhe më mirë ose më keq. Në 2023 u zbulua se të ky prodhues përdorej sistematikisht qumësht që nuk plotësonte standardet e cilësisë. Qumësht me përmbajtje shumë të lartë mikrobesh. Qumësht nga lopë të trajtuara me antibiotik. Zgjidhja, e përziejnë qumështin me qumësht të përshtatshëm duke e holluar praktikisht derisa vlerat kufi të jenë sërish në rregull. Ligjore? Po. E pranueshme etikisht? Absolutisht jo. Dhe çmimi, ky djath premium kushton në supermarket 2.99 për 100 g. Kjo do të thotë 29.90 për kg për djath industrial masiv nga qumështi dyshim. Për krahasim, djathi autentik malor i bërë artizanale nga një prodhues i vogël kushton rreth 40 për kg. Vetëm 10 më shumë për një produkt që dini nga vjen, ku lopët janë vërtet në livadë, ku nuk përdoret teknologji gjenetike. Por shumica e grekëve zgjedhin emrin e njohur sepse reklama është kaq e bukur. Sepse e njohin që në fëmijëri. Sepse besojnë se grek do të thotë i mirë. Kjo është e vërteta e trishtuar. Industria greke e djathrave është larguar nga rrënjët e saj. Nga njohuria teknike u bë industri. Nga cilësia u bë sasi. Nga tradita u bë marketing. Nuk duhet të hiqni dorë nga djathi. Greqia ka fantastike prodhime të vogla, biznese familjare që ende din çfarë do të thotë njohuri, që i njohin lopët e tyre, ku djathi piqet ende për muaj. Por nuk i gjeni të markat e mëdha.
I gjeni në tregje popullore, në dyqane ferme, të prodhuesit direkt. Kushton më shumë, po, rreth 20, por merrni djath autentik pa aditiv, pa kimikat,